Përshëndetje, në këtë video do t'ju prezantoj disa nga dialogjet më të forta dhe emocionuese të serialit Qyteti i Largët, ku vendoset në pikpyetje martesa e Gianit dhe Aljes, pasi del fakti se Borani është gjallë. Duke përfituar nga situata, Sadakat ka marrë avokatin bashkë me dokumentet e divorcit së martesës së Aljes dhe Gianit. Avokati: Brenda është shkruar emri juaj zonja Alja, kjo martesë bie poshtë. Ligjërisht është kështu. Nëse këto çështje dalin në dritë dhe janë regjistruar në mënyrë të tillë, atëherë martesa ekzistuese është e pavlefshme. Sadakati: Ja, e dëgjuan nga goja e avokatit tuaj. Tani do të firmosni këtë protokoll dhe do të divorcoheni menjëherë. Giani: A nuk e dim ne situatën tonën? A nuk e dim gjendjen tonë? Solle atë burr dhe ule aty përpara nesh, që të flisnim kështu me turp. Pse e bën një gjë të tillë? Në këtë çështje tashmë e kemi diskutuar në familje. Sadakat: Nëse je në dieni të situatës, nuk të mëshiroj fare. Pse nuk u divorcove nga kjo grua, edhe pse e dje që kjo martesë ishte e pavlefshme, si vazhdove të flesh në të njëjtin shtrat me te? Më pas flet Alja. Alja, ti thua se jam e pandershme. Kush e mori një vendim të tillë? Kush e beri jetën time kështu? Kush i beri të gjitha këto? Kush ishte ajo që tha që nga momenti që hyra këtu, ti do të martohesh me Gianin? Ishe ti zonja Sadakat. Ti the, sa po të martoheni, do t'ju nxjerrin përpara të gjithëve. Para se të flasësh për moral, mendoj një herë mirë për ato që ke bërë. E di kush ishte jetur? Borani. Ai dërgoi një video. Në atë video i thot Gianit: Vëlla, martohu me gruan time. Ai e dërgoi atë video sepse mendonte se do të vdiste. Tani është gjallë. Si mund ta dija unë këtë? Ai madje përdori edhe funeralin për të ardhur këtu. Kam një vit që derdhlot. Unë këtu kam përjetuar shumë gjëra për shkak të tij. Djali im ka përjetuar trauma. Kur erdha këtu, doja të largohesha, por a më lat? Ju më kërcënuat me djalin tim. Për gjithçka që kam përjetuar në këtë shtëpi, kush do t'jap llogari? Giani, por ka një testament. Alja mula amanet mua. Por dienen se prej vitesh jam lodhur duke parë se si me vetë dije i lëndon të gjithë këtu, ndërsa të gjithë shkojnë në dhomat e tyre për të pushuar, ti ende këtu duke menduar se pas kujt të bësh ndonjë plan. Jam lodhur shumë nga kjo. Kur dikush kthen shpinën, ti nuk di se kujt i bësh dëm. Mjaft me, as sikur të mos ishe nëna ime. Shiko, më detyrove ta them edhe këtë. Ke mbledhur kaq shumë njerëz këtu dhe do të na poshtërosh para të gjithëve. Nën kjo nuk është e drejtë. Unë nuk po divorcohem nga Alja. Sadakati: Nëse është kështu, unë do të shkoj në gjykat. Do të bëj gjithçka që duhet dhe që kjo martesë të shpallet e pavlefshme. Edhe nëse ju nuk divorcoheni, gjykatësi do ta anulloj. Giani: Me çfarë arsye do të shkosh në gjykat? Do të thuash që Boran është gjallë? Boran është këtu në konak. Nën dëgjoj mirë. Pastaj kush do të vi? Armiqt. Demir. Kush do të vi për ta përfunduar punën e lëm për gjysmën nën? Exmel. Nën ti thua që le të jetoj Borani, unë mendoj për djalin tim. Kjo është mënyra jote për të menduar për tem? Nëse vërtet je dakord me të gjitha këto, nëse do të shkosh në gjykat vetëm për të na ndarë dhe për të zbuluar Boranin, ti që thua se mendon shumë për djalin tënd, atëherë shko. Nën mendje madhësia është mëkat i madh. Kjo do të thotë që unë e dua më shumë Boranin se sa ti dhe unë po i gris këto dokumente. Unë nuk do të divorcohem derisa Boran të shërohet. Në këtë skenë shumë të tensionuar, Sadakat shpërthen në zemërim ndaj Aljes. Ajo fillon të hedhë jashtë rrobat e saj nga shtëpia dhe kërkon që Alja të largohet menjëherë nga konaku. Ndërkohë situata përshkallëzohet edhe më shumë, kur Gjan merr një vendim të papritur. Ai vendos të marrë Aljen dhe fëmijën dhe të largohet nga shtëpia, duke sfiduar hapur nënën e tij. Ndërsa në këtë skenë është dialogu midis Aljes dhe Gianit pasi largohen nga konaku. Giani: Alja, derisa Boran të shërohet dhe të ngrihet në këmbë, le të mos qëndrojmë në konak, le të largohemi nga konaku. Alja: Ku të shkojmë? Gian: Jo shumë larg, por në një vend tjetër, në një konak tjetër. Alja: Ndërsa Boran është në atë gjendje? Giani: Po, pikërisht, sepse është në këtë gjendje po largohem, që të mos e shoh. Edhe tani, nuk mund të bëj asgjë për Boranin, vetëm po ndjek gjendjen e tij. Edhe nëse qëndroj në një vend tjetër, përsëri mund ta ndjek. Për Boranin nuk mund të bëj më shumë se kaq, por për djalin tim
mund të bëj shumë. Unë dua ta mbroj djalin tim. Shiko, ky fëmijë është mësuar shumë me mua. Ky fëmijë më do, edhe unë e dua shumë, edhe unë jam mësuar me te. Nëse Boran zgjohet ndërkohë që ky fëmijë është mësuar kaq shumë me mua, çfarë do të ndodh? Sepse kur Boran të zgjohet, ligjërisht ti do jesh gruaja e tij dhe martesa jon do të marr fund. Do të detyrohemi të divorcohemi. A do të divorcohesh? Alja, sigurisht që nuk dua të divorcohem. Unë dua të jetoj me burrin që dua. Edhe pse, unë nuk mund të jem asgjë për ty. Gjan, edhe unë të dua shumë. Alja, vërtet? Atëherë pse ke frikë? Nga çfarë po përpiqesh të ikësh? Ti ke frikë kur Boran të zgjohet nuk do mund të qëndrosh pranë meje. Ke frikë se nuk do mund të përballesh me te. Ke frikë se nuk mund t'i afrohesh. Ti ke frikë të përballesh me Boranin. Pse nuk e guxim për këtë situatë? Edhe unë nuk do të qëndroj pranë Boranit. Nëse ti nuk e ke këtë guxim, unë do të marr djalin dhe do të largohem. Në këtë skenë të tensionuar, Shahini dhe miqtë e tij përballen me një situatë rrezikshme. Policia po planifikon një surprizë dhe një akuzë e papritur për drogë në kamion kërcënon gjithçka. Mes frikës, mosbesimit dhe urgjencës për të shpëtuar situatën, personazhet përpiqen të veprojnë shpejt dhe të mbrojnë veten. Tensioni rritet për Shahinin, kur rreziku i arrestimit dhe tradhëtisë vjen pikërisht nga babai i tij Exhmeli, duke krijuar një moment të jashtëzakonshëm dramatik dhe të paparashikueshëm. Gjan përballet me Exhmelin, duke akuzuar këtë të fundit se po transporton drogë, ndërsa ai e mohon një gjë të tillë. Ai përpiqet të qetësojë të tjerët dhe të ruaj kontrollin, por situata përshkallëzohet kur urdhërohet të hapet kamioni dhe mallrat të vendosen përpara syve të Shahinit, duke zbuluar tradhëtit dhe frikën e fshehur të Exhmelit. Gjan e sfidon hapur Exhmelin. Ai nuk do të lejojë që një helm dhe papastërti e tillë të kalojë nga tokat e tij, duke kujtuar se as babai i tij dhe as gjyshi i Exhmelit nuk kanë lejuar kurrë një gjë të tillë. Dialogu zbërthen tensionin, kurthet dhe përplasjet, një luftë për drejtësi, mbrojtjen e të afërmve dhe ruajtjen e moralit, ku çdo veprim ka pasoja dramatike dhe të paparashikueshme. Në këtë skenë vendimtare, Shahin kupton një të vërtetë tronditse. Babai i tij nuk është njeriu i ndershëm që ai mendonte. Shoku dhe tradhtia dalin në dritë dhe ai shpërthen duke kërkuar llogari direkt nga Exhmel. Edhe familja e Exhmelit, përfshirë gruan dhe vajzën e tij Zerrinin, mbeten të tronditura. Askush nuk e kishte pritur një reagim kaq të ashpër. Tensioni dhe zhgënjimi përzihen me frikën dhe zemërimin, duke krijuar një moment dramatik ku tradhtia, drejtësia dhe emocionet e papërballueshme përplasen. Në këtë pikë, Shahin ka dy zgjedhje: të fal babain e tij Exhmelin, duke u përpjekur të ruajë marrëdhënien familjare, t'i jap besimin Gjanit dhe të mbetet pranë tij, duke zgjedhur drejtësinë dhe sigurinë mbi lidhjet e gjakut.